Familja dhe prindëtarit Hakimi ka reaguar me një postim kritik duke vlerësuar se Lumir Abdigjiku synon postin e presidentit, por në një realitet të gabuar politik. Sipas tyre, strategjia e tij po e përcjell elektoratin e mbetur të LDK-s drejt lëvizjes së vetëvendosje dhe guxo, duke forcuar rivalët dhe duke përgatitur daljen e tij nga politika. Postimi paralajmëron se LDK-ja po shkon drejt shpërbërjes, ndërsa elektorati rrugovian tashmë ka sipas tyre dy adresa politike. Në vijim postimi e plot, Lumir Abdigjiku, siç po shihet, ka vendosur të kërkojë postin e presidentit për vete, ambicie legjitime por realiteti politik i gabuar. Presidenti i tipit Dadalume nuk prodhohet në këtë konfigurim pushteti, sot jo, megjithatë duket se Lumiri ka zgjedhur një strategji tjetër, ndoshta edhe modinake, të përcjellë elektoratin e mbetur të LDK-s me edukat dhe buzëqeshje drejt lëvizjes vetëvendosje dhe guxo, një shërbim politik i vyeshëm. Po kuq dhe me heroizëm klasik në këtë mënyrë Dadalume nuk po e sfidon rivalët, po i forcon ata dhe njëkohësisht po përgatit daljen e vet elegante nga politika. Një pazar i njohur ky brenda klanit të Isa Mustafës, të njëjtën lojë bëri Isa Mustafa, kur e bëri Hashim Thaçin president, të njëjtën Thaç që Isa dhe të tjerë kishin akuzuar për vrasje të personaliteteve politike dhe ushtarake të Kosovës, më në fund e bën president, që nga i moment, LDK-ja jeton në hije në Isa Mustafës pa identitet, pa vizion. Prandaj shpërbërja e saj totale është vetëm çështje kohe. Jo nëse, por kur, sot elektorati rrugovian ka dy adresa, guxo dhe lëvizja vetëvendosje, urdhëroni, aty jeni në shtëpinë tuaj.